Do të ndalim të zhvillimet politike dhe ato kushtetuese dhe me mua në studio është Albër Ademi, sekretari i përgjithshëm i PD-s. Mirë se vini në Alsat. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Do të fillojmë me atë që promi ishte fotografi virale, paraqitja e ministrit Fatmir Limani, bashkërisht me kreun e BDI-s Ali Ahmeti dhe atë tash Sarben Taravari, në një iftar te kryeministri Edi Rama në Tiranë. A është kjo parafrim i Limanit me BDI-n? A është kjo parafrim i qëndrimeve të ministrit Limani me kauzën e Aleancës Kombëtare për Integrim? Apo edhe ju mbështet një idenë e atij se ishte në cilësinë e ministrit dhe kjo nuk ka të bënë në fakt me pakënaqësitë e tij brenda vlenit? Sigurisht se në çfarë cilësie ka qenë zoti Limani në iftarin e shtruar nga kryeministri shqiptar, është më mirë që pyetja t'i adresohet atij. Unë besoj se politikanë të caktuar kanë marrë ftesë nga kryeministri i Shqipërisë në një iftar të përbashkët. Disa u përcaktuan që të jenë në iftarin e kryeministrit Edi Rama, e disa të tjerë u përcaktuan që të jenë në iftarin e kryeministrit Mickovski. Nuk shoh diçka të pazakont, aq më tepër më lën shije të keqe reagimet nga Vlen, për arsye se ata nuk e kanë fare problem që në ditën kur Darko Kostadinovski shprehet në mënyrë kundër kushtetuese dhe kundër ligjore për gjuhën shqipe, në të njëjtën ditë ato janë në iftar pranë Darko Kostadinovskit, ose janë në iftar pranë ministrit të drejtësisë Filkov, i cili po ashtu e shkel kushtetutën, po ashtu e shkel ligjin, duke mos lejuar që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Prandaj nuk shoh diçka të pazakont, është krejtësisht normale dhe do duhet të ishte normale, përderisa ata ulen me Kostadinovskin, Filkovin dhe të tjerët dhe fare nuk e kanë problem, derisa ata na shkelin të drejtat tona themelore. Po është edhe diçka e vërtet, pavarësisht kësaj ngjarje për të cilët pyetët ju, se ekziston një valë masë e madhe e distancimit nga Vlen, nga aktivist, mbështetës, votues edhe protagonist themelues të këtij koalicioni. Do të flasim për atë, por duhet ju pyes, kishte një deklaratë Fatmir Limani ku kishte thënë se peshon 15 deputet. Cilit grup parlamentari është referuar, mendoni? Mendoj prapë se pyetja duhet i drejtohet ministrit Limani që të sqaroj deklaratën e tij. Në valën e pakënaqësive ka indikacione se edhe te Partia Alternativa komunikimi i tyre me Vlenin nuk është në nivelin e duhur. Pa jo pyetur për komunikimin e tyre me Vlenin, dua të pyes nëse ju si BDI keni vendosur urat e komunikimit me Alternativën për ta marrë pranë vete si parti në opozitë, apo keni informacion, për shkak se qëndrimi i tyre ishte se kur mund të ketë 2 kryetar për modelin si qysh po pretendon të funksionon Vleni, mund të ketë edhe 3, dhe parimisht nuk pajtohen me idenë. Me të vërtetë është çështje e kryeministrit Mickovski lidhur me zhvillimet të cilat po ndodhen në Vlen. Kryeministri Mickovski është krijuesi i këtij Frankensteini politik të quajtur Vlen. Është kumbara e një koalicionimit të tillë, është kumbara e bashkëpunimit të partive që e përbëjnë këtë koalicion, edhe se me të vërtetë ndjehemi jo kompetent për të komentuar zhvillimet brenda atyre, për arsye se disponimi i kryeministrit Mickovski mund të ndryshojë nga çasti në çast, dhe ashtu siç ndryshon disponimi i tij, marrin kohë edhe zhvillimet brenda Vlenit. Ajo çka është qendrore që duhet ta themi, që e kemi thënë edhe para opinionit, konsiston në atë se bëhet fjalë për një krijesë artificiale politike, e cila është e panatyrshme, dhe diçka që është e panatyrshme nuk mund t'i rezistojë kohës. Është çështje kohe se kur do të shkërmoqet, kur do të coptohet, copëzohet, dhe këto vinë si rezultate edhe të tensioneve të brendshme, e pafuqisë, do të thoja edhe politike, për arsye se asnjë nga premtimet, nëse e merrni programin e Vlenit më vitin 2024, që ka konkuruar përpara votuesve, që ka dalë para votuesve, asnjë fjalë, jo fjali, asnjë fjalë prej aty nuk është realizuar. Duke filluar nga zgjedhja e presidentit në kuvent, a diskutohet kjo çështje, më fare nuk diskutohet, heqja e formulimit 20% në kushtetutë, fare nuk diskutohet, s'ka qeveri pa ndryshime kushtetuese.
i bënën 2 vjet pa ndryshime kushtetuese. Lëre që formuan qeveri, po i bën 2 vjet. Thanë Ministrinë e Punëve Brendshme do ta drejtojnë. Thanë do të formojnë Ministri të Diasporës, diasporën përmes gjykatës kushtetuese dhe jo vetëm përmes gjykatës kushtetuese, po me vendim të kësaj qeverie e shlyen, e fshin nga çfarë do lloj për llogaritje. Ndër vendimet e para të kësaj qeverie, ndoshta në seancën e parë ose në seancën e dytë, shqiptarët nga 29.5% i zvogluan në 24.3%. Juve ju kujtohet deklarata e ministrit Minçep, i cili e tha se shqiptarët i kemi zvogluar për më tepër se 5%. O në seancën e parë, o në seancën e dytë të kësaj qeveri. Dhe pas për këtë ishte regjistrimi i fundit në të cilin është bërë në administratën tuaj. Zoti Kerimi, në qoftë se regjistrimi është bërë në 2021, apo më vitin 2021 është bërë regjistrimi. Edhe prej vitit 2021 deri në vitin 2024, shqiptarët janë përllogaritur 29.5, edhe në balancuesin formulën e ndryshum 29.5. E në 2024 vjen kjo qeveri edhe në javën e parë i zvoglon në 24.3%. Kush mendoni se duhet të jetë përgjegjës për këtë çështje? Aq më tepër kur në metodologjinë e regjistrimit thot shuma e përgjithshme e popullsisë përfshin popullatën rezidente dhe jo rezidente. Prandaj 29.5% gjatë qeverisjes tonë janë përllogaritur për 3 vite shqiptarët. Nga 2021 deri në 2024 erdhën këta pa legjitimitet, që nuk e kanë problem të ulen me Stojkovićin, Filkovin e të tjerët, dhe na zvogluan në 24.3%. Unë e di, unë i kuptoj se janë një situatë të rëndë, tentojnë që të arsyetojnë çfarë do lloj politike të dëmshme, madje do kishin zili edhe Raman Morina e Sinan Hasani këtyre se si arrin të arsyetojnë, e të kamuflojnë, relativizojnë, e të zbusin politikat të dëmshme që drejt për drejt cënojnë marrëdhëniet ndërjetnike në vend, drejt për drejt cënojnë marrëveshjen e Ohrit. Prandaj, bëhet fjalë për një krijesë artificiale me një rol epizodik, e sa do të jetë ai rol është çështje kohe. Do t'ju pyes pak për atë që ishte ditëve të fundit në gjykatën kushtetuese, qëndrimi i kreut të gjykatës kushtetuese ishte skandaloz, ashtu i cilësua. U pa reagimi ti, u pa reagimin e opinion politik, megjithatë, ajo që më intereson mua të di në këtë moment është reagimi dhe mekanizma që do të përdorni ju si opozitë, qoftë në kuvend, qoftë jashtë kuvendit ashtu siç u kemi pa me tenda para gjykatës kushtetuese, për ta ndalë hovin e gjykatës kushtetuese, për ta thënë kushtimisht, në veprimet e saj, të asaj mënyre për sistemin Safe City dhe porosit që duhet qytetarët i pranojnë në përputhje me ligjin. Prej se është formu kjo qeveri pa legitimitet etnik, ju e keni pa se protagonist kryesor në zhvillimet politike në vend është bërë gjykata kushtetuese e këtij vendi, duke i majorizu shqiptarët, duke i mbivotu shqiptarët, duke i bërë atentat marrëveshjes së Ohrit. E diçka është simptomatike, se ne po flasim për këtë qasje të gjykatës kushtetuese për 2 vite me radhë. Para një viti ne ngritëm interpelancë ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese. Në seancën 59, a e dini se deputetët e Vlenit bashkë me këto qarqet aktuale pushtetit votuan që mos të shqyrtohet interpelanca për Darko Kostadinovskin. Pra aq e duan sa që nuk lejojnë as që të diskutohet për përgjegjësinë e tij. Darko Kostadinovski është gati 8 vite gjyqtari i gjykatës kushtetuese. A e keni dëgjuar ndonjëherë para 2 viteve e tutje të delë dhe të ketë këtë rol që sot e ka marrë, që më tepër bën komente politike shoviniste, se sa që ofron argumente profesionale dhe juridike. Për 2 vite me radhë, gjykata kushtetuese është shndruar në institucion parapolitik, që në mënyrë brutale po ndërhyn në cënim të rendit të kushtetues dhe juridik të vendit. Dhe asnjë zë nga kjo shumicë parlamentare. Për 2 vite me radhë, 2 gjyqtarë shqiptarë dhe 1 gjyqtar turk mbi votohen. E filluan me balancuesin, ju kujtohet. E filluan me balancuesin, duke realizuar programin e VMRO-DPMNE-s. Madje edhe programin e qeverisë, sa ai programi VMRO-DPMNE-s është copy-paste tash programi i qeverisë, ku edhe në këtë program qeverisë parashihet heqja e balancuesit. Filluan me gjuhën shqipe, 75 faqe referat për 18 dispozita që të shfuqizohen të gjuhës shqipe. Duheshte ne të dalim për 4 ditë me radhë, nga 24 orë me tenda përpara gjykatës kushtetuese, që të heqin dorë përkohësisht
jo tërësisht, po përkohësisht nga shoqëzimi i gjuhës shqipe, kanë hapur lëndë për rastet e Hagës, që janë përfshirë me ligjin për amnesti, hapën lëndë për gjuhën shqipe, të shfuqizohet gjuha shqipe nga ligji për mbrojtjen e konsumatorëve, që në etiketa, certifikatat produkteve të shënoj vetëm maqedonisht dhe anglisht, jo edhe po s'kan argumente, sigurisht se do të mbyllë se s'ka argumente. Hapën çështjen e numrit këshilltarëve, duke vendosur në kundërshtim me një vendim paraprak 2 muaj më parë gjykata kushtetuese. Tash kanë hapur çështjen e shesheve, rrugëve në komunën e Tetovës, një vendim të cilën daton që nga viti 2006-2007 i komunës Tetovës dhe që është miratuar me unanimitet të plot. Po diçka është më e keqja, te kjo e fundit. Ata nuk ndalen vetëm në parregullsi formale, procedurale të vendimit të tillë. Po ato ndalen edhe në aspektin përmbajtësor. Thonë rruga Kongresi i Manastirit në Shqip duhet të përkthehet edhe maqedonisht, Bitolski atë kongres. Në qoftë se do të duheshte të mbetet një emërtim i tillë. Prandaj një emërtim i tillë është kundër kushtetues sipas tyre. Dhe tani po tentojnë t'i kthejnë emrat e ish Jugosllavisë, për sheshin Iliria në Tetovë, për rrugën Dervish Cara, për rrugën Dëshmorët e Kombit, për rrugën Kongresi i Manastirit edhe kështu me radhë. Po e shohim se tendenca e gjykatës kushtetuese si një institucion parapolitik është për të na kthyer neve si vend para vitit 2001. Dhe referuar ekspertëve mekanizmat janë për të sjellë një ligj të posaçëm për gjykatën kushtetuese, i cili do të rregullonte mënyrën e vendimarrjes. Këtë si opozit e keni mundësi të propozoni dhe të dërgoni në kuvend, për të pa se si do të veprohet më pastaj me mbështetjen e shumicës. Ju e dini se ne edhe në Kongresin zgjedhor të 20 dhjetorit kemi miratuar rezoluta të caktuara dhe një nga përcaktimet kryesore të Bashkimit Demokratik për Integrim është që qeveria të formohet me shumicë të dyfisht, me shumicë të badenterit, po edhe vendimarrja në gjykatën kushtetuese të jetë me shumicë të dyfisht, me shumicë të badenterit për çështje, për akte të cilat janë miratuar me shumicë të dyfisht, jo për të gjitha çështjet, po vetëm për ato akte ligjore dhe akte të tjera juridike që miratohen me shumicë të dyfisht, siç është emërtimi i rrugëve, se ato emërtimi janë miratuar me shumicë të dyfisht. Paramendojeni, një çështje e tillë as do duhet të shtroheshte, për arsye se sistemi ynë politik nga viti 2001 e këndej, ka venduar themelet e një demokracie konsociative, që do të evitohet majorizimi, mos të kemi një shumicë të thjesht mbi votimit ndaj etnive tjera. Dhe kjo është konstatuar edhe nga filozofët të cilët më janë marrë me shkencat politike dhe me funksionim sistemeve, si Alexis Tocqueville, Jean-Jacques Rousseau, e kështu me radhë, të cilët thonë se një shumicë e thjesht, mbi votimi i shumicës, në një shoqëri ku ka ndarje etnike, racore, religjioze, ideologjike, e kështu me radhë, nuk tregohet modeli suksesshëm. Prandaj në vitin 2001 ne vendosëm themelet e demokracisë konsociative, paramendojeni në ligjin për referendum, në nenin 28, paragrafi 3, thuhet referendum nuk mund të organizohet për ligjet të cilët i sjell kuvendi me shumicë të dyfisht. Pra, populli me referendum mund të vendosë për ndryshim të kufive, për bashkim të shtetit me ndonjë shtet tjetër, por jo të shfuqizoj ligjet me shumicë të dyfisht. E këtu, në këtë situatë, duke abuzuar me aparatin shtetëror, duke abuzuar me institucionet të cilat duhet të jenë të pavarura tërësisht nga politika, shfrytëzohet gjykata kushtetuese si leva për të vazhduar atë majorizimin 6 gjyqtar Maqedonas të vendosin tash për ndonjë çështje që as populli me referendum s'mund vendos. Edhe pa argumente profesionale dhe juridike. Për kjo ju pyeta, mekanizmat e juaj. Po kërkesa jonë është. Kërkesa jonë është keni mundësi të propozoni një ligj. Përcaktim i yni është që në gjykatën kushtetuese vendimet të merren me shumicë të dyfisht. Njëkohësisht edhe qeveria të formohet me shumicë të dyfisht, sepse këto dy çështje konsiderojmë se i shërbejnë edhe unitaritetit të shtetit, po i shërbejnë edhe ruajtjes së marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe kohezionit ndëretnik në vend. Në të kundërtën,
ne rrezikojmë të kthehemi në situata të para vitit 2001 dhe në disa segmente fatkeqësisht po e them, jemi kthyer para vitit 2001 si rezultat i asaj se kemi në qeveri disa parti politike të cilët përfaqësojnë interesat e veta edhe jo të komunitetit të tyre. Kisha një çështje te sistemi Safe City. A mund të propozoni ndryshime në ligjin për kundërvajtje, që ta saktëzoni përdorimin e gjuhës shqipe nëse mos porosit, dhe përderisa e shohim këtë situatë dhe këtë qasje të zëvendës ministrit të brendshëm, a mund vjen në shprehje nxitja apo ngritja e interpelancës kundër tij në kuvent? Çfarë do që të ngritet, këta po të ngrisem edhe interpelancë për Fillkovin, Stojilkovicin, siç edhe kemi ngrit për Stojilkovicin, ju e dini se me votat e Vlenit ai ka shpëtuar. Që është dihet se është pjesë e takimeve të rregullta të Partisë Rusia e Bashkuar të Vladimir Putinit. Madje flitet për një afërsi të jetë madhe me shërbimet sekrete serbe të dokumentuara edhe nga shërbimet tona në vend. Pra ka patur interpelanca të këtilla. Dhe vlen është vetëm makineri votuese, ashtu siç i thotë padroni. Mirë po ne, si parti politike, duhet ta bëjmë betejën tonë duke shfrytzuar të gjitha mekanizmat demokratik dhe po shqyrtohet mundësia edhe për ngritjen e një kallëzimi penal për kryetarin e gjykatës kushtetuese, për arsye se është personi kryesor përgjegjës në vend për prishjen e rendit kushtetues, në vend se ai të jetë garantuesi i rendit kushtetues në vend, ai që po e prish rendin kushtetues të vendit, po edhe shumë përfaqësues qeveritar të kësaj qeverie, të cilat nuk po respektojnë ligjet e vendit. Këtu kemi ligjin për përdorimin e gjuhëve, që t'jemi të qartë. Ligji për përdorimin e gjuhëve është lex specialis. Edhe ekziston maksima latine, rregulli latin, që nga Roma e lashtë deri më sot, lex specialis derogat legi generali, që do të ligji special, shfuqizon ligjin e përgjithshëm, dhe për çfarë do lloj materie që rregullohet me çfarë do lloj ligji tjetër, kur vim te çështjet gjyqësore, zbatojnë dispozitat e ligjit për gjuhën. Këtë narrativ po tentojnë të na imponojnë këta qeveritarë edhe me provimin e jurisprudencës, që fare nuk e përcakton sa në gjuhën maqedoneze a në gjuhën shqipe duhet mbahet provimi, dhe ata tash na mbajnë leksione se gjoja se duheshka të ndryshoj ligji për jurisprudencën. Jo, nuk është ashtu. Nëse shikoni nenin 23 paragrafin 4 edhe 5 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, thotë të gjitha ligjet duhet harmonizohen në një afat një vjeçar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në të kundërtën, dispozitat e këtij ligji do të zbatohen. Pra edhe shprehimisht i jep ligjit për përdorimin e gjuhëve statusin e një ligji special, lex specialis, që për çështjet gjyqësore ky ligj aplikohet. Sot nuk respektohet tek provimi i jurisprudencës, sot nuk respektohet te SMS porosit për Safe City, derisa neve, ju jeni dëshmitar, gjithë opinioni është dëshmitar, se para miratimit të këtij ligji, këta të cilët janë patakat në qeveri thonin se kjo çështje është rregulluar, duhet ligjit zbatohet, duhet të respektohet, ndërsa sot po e shohim se nuk ka zbatim të njëjtit. Do t'ju pyes për fund edhe për qasjen dhe qëndrimin që do ta ketë BDI në grupin e punës për ndryshimin e kodit zgjedhor. A jeni përcaktuar për sa njësi zgjedhore, a jeni përcaktuar për pragun që është thënë dhe do të propozohet, dhe a jeni përcaktuar për mënyrën se si do të organizohet modeli zgjedhor? Shpesh herë është ngritur si çështje veçanërisht nga partitë e vogla se na duhet një njësi zgjedhore, dhe shpesh herë është kritikuar Bashkimi Demokratik për integrim se gjoja se ne ishim pengesa dhe jemi pengesa për mos realizimin e një ideje të këtij. Po, që të ketë funksionalitet, që të ketë stabilitet institucional, që mos të ketë ndërrim të dresave politik të deputetëve si në ndonjë merkato verore apo dimërore. Po flet për Ilir Demiri në këtë rast? Përgjithësi për deputetët, ne kemi thënë, okej, në rregull, një njësi zgjedhore, por ama me 5% prag dhe me lista të hapura, që qytetarët të votojnë kandidatin e tyre të preferuar, pa marrë parasysh se i cili radhitet në listën e subjektit me cilin garan. Pra, kjo do t'i kontribonte edhe demokratizimit më të madh,
të vetë kuvendit dhe të jetës politike në Republikën e Maqedonisë, po 5% prag. Pse? Për arsye të stabilitetit institucional. Paramendojeni ju ne sot me 6 njësi zgjedhore, ku nevojitet edhe një kuantum i caktuar i votave që të përfaqësohemi në kuvend, kemi partit vogla e individ të cilët brenda një mandati mund të ndrojnë 3 apo 4 parti politike, varësisht interesave të tyre. Që të evitohet një çështje të tillë e që të kemi institucione stabile, nevojitet prag. Zoti Ademi, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte intervista me Arber Ademin, vetëm pas siglës se rikthehemi me informacione të tjera, qëndroni me ne.